Me desh mu bë Riza, në këtë rast unë du të me thonë që ai ka qenë në shërbim, po nuk bën as Riza, as Ibrahim Kelmend. Bazuar në dosjet e sigurimit të shtetit, i vetmi dyshim që ka dhe që ndërtohet mbi Jusuf Gërvallën është fjala e Riza Saliut. Riza Saliu thot që Jusuf Gërvalla është pjesë e strukturave të UDB-s. Po. Pra, Riza Saliu i vendos leqe figurës së Jusuf Gërvallës dhe as edhe njëherë sigurimi i shtetit nuk ka dyshim mbi figurën, sepse korespondencat edhe letërkëmbimi mes Jusuf Gërvallës dhe Enver Hoxhës është dukshëm më i madh dhe më intensiv se sa me të gjitha figurat të tjera. Ndoshta këtu t'jap drejt, plotësisht drejt, jo për shkak të fakteve që e ke mbledh, po edhe për shkak të burimit tim, se unë me ta pa tregu burimin prej ka, unë e di këtë, unë e di për Riza Saliut. Do thonë, në kam pas informat që ajo është i dyshuar, do thonë edhe Shqipëri. Këto gjona i kam pas prej tis, unë s'kam pas burim tjetër heq, unë s'kam pas asnjë kontakt me figura tjera. Shpresa ime ishte me ndërtu kontaktet me vazhdueshëm me Jusufin, që na këshilloi bile edhe me ndru vendin e azilit, me shku në Zvicër, ne kallzoi kushtet më të mira, po nuk u bë ajo. Kështu që unë Rizau në kam pas burim. Edhe tash mund tjetë, po shumë ma shumë po e besoj këtë që po e thu ti. Edhe Rizau ka ndërtu biografinë e tjetrit në mënyrë shumë pa drejt, jo vetëm Jusufit, për këdo tjetër. Dhe arsyet nuk ja di deri në fund se muj me bë dhe gabime, por Rizau unë s'muj me e cilësu që kam cilësu për shembull ma herët, kur jam friksu që vërtet ka diçka ky se u burgos herën e parë, u burgos herën e dytë, që ndoshta do të vinte ajo tema që ai vjen te unë e lypa Libi. Këto janë gjëra që një djalë të ri e shtin me dyshu se që ky njeri është të bashkëpunu me dikan me një armik. Në fakt nuk ka qenë ashtu, unë se kam atë bindje ende që Rizau ka qenë në shërbim të UDB-s për shembull. Nuk e kam. Por me desh mu bë Riza, në këtë rast unë du të me thonë që ai ka qenë në shërbim, po nuk bën as Riza, as Ibrahim Kelmend. Respekt kam për secilin që kanë bën jetë, por unë jam vetvetja. Ibrahim Kelmendi e akuzon Riza Saliun si njëri nga njerëzit. Pikrisht e thash, ai akuzon, po unë s'mundem. Po e them deri në fund fjalën. Riza Saliu, sipas Ibrahim Kelmendit, është njëri nga dy personat i cili ka shtën në drejtim të Bardhosh Gërvallës, Kadri Zekës e Jusuf Gërvallës. Po, i kam ndëgju këto, unë e komunikoj me Ibrahimin, bili shumë qiltër. Pa e ditë shumë kush në liber që kam pas, unë i kam tregu Ibrahimit këto gjana që kam pas me tregu, se unë nuk jam nej figur kyqe e lëvizjes, po tash jam dëshmitar, jam pjesë e saj. Po, këto i kam dëgju, unë nuk kam mendim për këto. I kam qitë në liber, po në fund e relativizoj. I thamë, kjo është mendim që rrjedh nga logjika, se nuk du me hinë hakas kujt. Shenja ka Riza Saliu, ka shenja mjaft dyshimta, po ato janë shenja. Nuk më japin mu drejtën me dhonë një gjykim përfundimtar për personalitetin e tij, sidomos për atë pjesën intime e tij që e ka dashur atë dheu në mënyrën e tij. Dhe për mua kjo ka qenë shumë e rëndësishme në atë kohë. Edhe sot është e rëndësishme.